Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. U afrua çasti dita e Kiametit dhe u qahana. U afrua ora dhe hëna u qah. Allahu i lartësuar na tregon se ora e Kiametit është afruar. Megjithatë, ata që mohojnë Zotin dhe refuzojnë t'i binden atij vazhdojnë të mos e besojnë dhe nuk përgatiten për të. Allahu i lartësuar vazhdimisht u sjell njerëzve shenja dhe argumente të mëdha, të cilat tregojnë se Kiameti ka për të ndodhur dhe dalja para Allahut është e pashmangshme. Argumentet e tij janë shumë të qarta dhe të besueshme. Ndër mrekullitë më të mëdha që tregojnë për vërtetësinë e mesazhit që solli Muhamedi Ase, profeti i fundit i Zotit, është edhe kjo ngjarje, e cila ndodhi në kohën e tij. Kur jo besimtarët i kërkuan atij një shenjë, pra, një mrekulli, diçka të jashtëzakonshme, nëpërmjet se cilës të tregonte se ai vërtet ishte profeti i Zotit, profeti Ase. Tregoi me kishë në drejtim të hënës dhe, me lejen e Allahut të lartësuar, ajo u ndan në dy pjesë. Njëra pjesë qëndronte mbi malin e Bikubes dhe pjesa tjetër qëndronte mbi malin Kuajkan. Ndërkohë, idhujtarët dhe jo besimtarët e tjerë e pa me sytë e tyre këtë mrekulli të madhe që po ndodhte në botën qiellore. Kjo ishte jashtë mundësive njerëzore për ta realizuar apo për ta bërë të duket sikur është e vërtetë. Kjo mrekulli ishte e paparë dhe e padëgjuar më parë. Asnjë profeti të mëparshëm Zoti nuk i kishte dhënë një mrekulli të tillë që realizohej në qiell, prandaj ata u çuditën me të. Megjithatë, në zemrat e tyre nuk hyri besimi dhe Zoti nuk dishi për ta uzimin. Ata me njëherë shpifen duke thënë, Muhamedi na bëri magji. Por atyre ju dha mundësia të pyesnin edhe njerëzit e tjerë që vinin prej së largu. Nëse profeti Asa do mund të magjeps të ata që ishin afër dhe sytë e tyre, ai nuk do të mund të bënte kur një gjë të tillë me ata që nuk ishin të pranishëm. Dhe, vërtet, kur u pyetën mulltarët, ata treguan për ngjarjen e madhe që kishin parë. Gjithsesi, zgjidhja që ata gjetën për situatën ishte të thoshin, sirru muslimir, magji e vazhdueshme, domethënë, magji që prekte edhe të tjerët që vinin më pas. Por kjo që një shpifje, që mund të pranohej vetëm nga krijesat me mendje lehta, të cilat janë shumë larg uzimit dhe logjikës së shëndosh. Jo besimtarët nuk mohuan vetëm këtë mrekulli të paraqitur nga profeti Asa, por çdo shenjë tjetër, sado e madhe që të ishte, ata e mornin dhe konsideronin gënjeshtër, magji ose i vinin emërtime të tjera të kota, mjaft që të dukej e papranueshme, siç thotë i lartësuari. E ata, sa herë shohin mrekulli, kthehen dhe thonë, magji e përhershme. Megjithatë, sa herë që ata shohin ndonjë mrekulli, kthejnë shpinën e thonë, kjo është magji e vazhdueshme. Domethënë, këtu nuk bëhej fjalë vetëm për çarjen e hënës, por për çdo mrekulli të Zotit të lartësuar, pasi qëllimi i tyre nuk ishte gjetja dhe pasimi i vërtetës, por pasimi i dëshirave të tyre. I lartësuari thotë, ata përgënjeshtrojnë të vërtetën dhe pasojnë kënaqësitë e tyre, e çdo gjë, madje, është e caktuar. Ata e mohojnë të vërtetën dhe ndjekin dëshirat e veta. Ky ajet i përngjan ajetit tjetër të Allahut të lartësuar, thuaj, atëherë, nëse është e vërtetë ajo që pretendoni, sillni një libër prej Allahut që është udhëzues më i mirë se këta të dy Teurati e Kurani, që ti përmbahem edhe unë atij. E nëse ata nuk të përgjigjen, atëherë dije se ata ndjekin vetëm epshet e veta. E kush është më i humbur se ai që ndjek epshin e vet pa asnjë argument prej Allahut? S'ka dyshim se Allahu nuk i udhëzon njerëzit keqbërës. Kasas 49:50. Nëse qëllimi i tyre do të ishte zbulimi dhe pasimi i udhëzimit të drejtë, ata patyshim do të kishin besuar dhe do të ishin bërë pasues të Muhamedit A.S. E si të mos ndodhte kështu, kur Allahu i lartësuar i dhuroi atij shenja, mrekulli dhe fakte të prera, të cilat dëshmonin qartë për ligjin dhe fenë e drejtë. Pikëçëditje se për çdo çështje do të plotësohet në cakun e fundit. Çështjet nuk mbyllen tani. Ato do të vazhdojnë të plotësohen derisa të mbërrinë në cakun e fundit. Atëherë, ata që besojnë plotësisht do të lumturohen në xhenetin e mirësisë, në faljen e Allahut dhe kënaqësinë e tij. Ndërsa mohuesit do të vuajnë pafundësisht në zemërimin e Zotit dhe ndëshkimin e tij. Ky është caku i fundit, kur do të plotësohet çdo çështje. Duke bërë të qartë se këta mohues nuk kishin qëllim të pasonin të vërtetën, por donin thjesht të ndiqnin dëshirat e tyre, Allahu i lartësuar thotë, dhe u patën ardha atyre, me të vërtetë, lajme të cilat shpijnë frikë. Atyre u kanë ardhur shpalje, në të cilat ka mjaft qortime. Ishin të shumta lajme të rreth popujve të shkuar dhe atyre që do të vinin më pas, ashtu siç ishin të shumta mrekulli të qarta që Zoti u solli njerëzve për të vërtetuar besnikërinë dhe profetëve të tij dhe saktësinë në mesazhin që ata përcollën. Të gjitha këto lajme dhe mrekulli ishin të mjaftueshme që njerëzit të largoheshin nga padrejtësia dhe rruga e humbjes. Kurani është dieni e përsosur, por paralajmërimi nuk u bëri dobi. Kjo është urtësia e përsosur. Kjo është urtësia e Allahut të lartësuar. Me argumentet dhe mrekullitë e shumta që ai solli nëpërmjet profetëve, nuk u la asnjë mundësi justifikimi mohuesve dhe kundërshtarëve. Sidoqoftë,
Shenjat dhe mrekullit nuk u lejnë as pak atyre që kalojnë kufit e Zotit dhe shpërfillojnë porositë e tij. Prandaj i lartësuari thot, por atyre nuk u bëjnë dobi çortimet. Kjo e ngjan fjalës së Allahut të lartësuar, kur thot, me të vërtetë, ata të cilët e merituan mendimin e Zotit tënd për ndeshkim, ata nuk do të besonin, edhe sikur t'u vinin të gjitha shenjat, derisa ta shohin vetë dënimin e rënd. Yunus 96-97. Andaj, shmambu prej tyre, në ditën kur do t'i therrët ta kasnejt si ftuesin e diçka të tmeshme. Prandaj largohu prej tyre, duke i qartësuar profetit e tij se për Mosesit nuk ka lëzim, Allahu i lartësuar e porosit atë se tashmë nuk mbetet gjë tjetër, veç se të distancojë prej tyre deri në ditën kur lajmtari Israfili t'i thras drejt merit. Prit ditën kur ata të ballafaqohen me tmerrin e madh. Atë ditë Israfili do t'i thras krijesat drejt një ngjarje të papërshkrueshme. Nuk do të ketë pamje më të frikshme se ajo. Israfili do t'i fryjë surit, ndërsa të vdekurit do të dalin nga varret për të qëndruar përpara Zotit të lartësuar. Ata, me sytë e përulur dalin nga varret, thua se janë karkaleca të shpërndar. Të tmeruara do të jenë shikimet e tyre. Ata do të dalin prej varreve si karkaleca të shpërndar. Të tillë do ta kenë veshtrimin prej tmerit që ka pushtuar zemrat e tyre. Ata do të dridhen nga frika e kjo do të duket qartë në sytë e tyre. Kur të dalin nga varret, do të jenë të qoroditur, do të vërtiten dhe shkëmbehen me njeri tjetrin, njësoj si karkaleca të shpërndar nëpër tokë. Duke shpejtuar ka kasnejci, e atëherë thon Mohusit, kjo është ditë e vështirë. Duke shpejtuar drejt lajmëtarit. Jo besimtarët do thonë, kjo është ditë e vështirë. Të gjithë do nxitojnë që t'i përgjigjen zërit që i urdhëron të qëndrojnë në vendin e tubimit. Askush nuk mund t'i bëjë bish kësaj thirrjeje. Kur Mohusi ta ndjen dëshkimin që po afrohet, do të thonë, kjo është një ditë e vështirë, sikurse ka thënë Allahu i lartësuar në një ajet tjetër, kur t'i fryhet surit, atëherë është një ditë e vështirë. Nuk do të jetë as pak e lehtë për jo besimtarët. Mudathir 8:10. Ose ditën kur qielli do të çahet nga rrethë dhe melekët do të zbresin rrallë, atë ditë, sondimi i vërtetë i takon krejtësh të gjithëmshirshmit. Për jo besimtarët, ajo do të jetë një ditë e vështirë. Atë ditë, keqpërsi do të kafshoj duart e veta dhe do të thotë, i miri unë. Sikur të kisha ndjekur rrugën e drejtë së bashku me profetin. Furkan 25:27. Nga kjo kuptohet që për besimtarët do të ndodhe kundërta, pra, për ta ajo ditë do të jetë e lehtë. Para tyre me kazve ka përgjigjëshruar popullin Nuhut, morin robin ton Nuhun dhe thonin, i çmendur, dhe e pengonin në tregimin e shpaljes. Para tyre mohoi popullin Nuhut, pasi përshkroi gjendjen e atyre që mohuan profetin e tij dhe pasi sharroi se shenjat e tij nuk ndikonin as pak tek ata, Allahu i lartësuar vjen që t'i paralajmërojë jo besimtarët për ndeshkime, ashtu sikurse ndeshkoi popujt e shkuar, të cilët mohuan profetët dhe shpaljet e tij. Fillimisht përmendet Nuhuase, i pari profet që Zoti dërgoi në një popull ku adhuroheshin idhull. Ai i ftoi ata që ta njësonin Allahun e lartësuar dhe ta adhuronin atë si një, të vetëm dhe të pashoq. Por ata refuzuan që të largoheshin nga idhujtaria, sikurse thot i lartësuari, Nuh tha, o Zoti im, ata nuk më bindën mua, por shkuan pas atyre, të cilëve pasuria dhe fëmijët e tyre u shtuan veç së dëshpërim dhe të cilët u kurdisën kurthe shumë të mëdha. Ata u thanë, kur mos i braktisni zotat tuaj. Mos e braktisni Ujden, as Suvan, as Jekuthen, Jukën dhe Nesën. Ata shhytën në humbje shumë pasues të tyre, prandaj të padrejtëve t'i shtoi veç së humbje. Nuh 21:24. Nuh vazhdoi që t'i ftonte ata në adhurimin e Allahut si një Zot e vetëm, natën dhe ditën, shetazi dhe haptazi. Por kjo veç se u ashtoi natin dhe shfrenimin e kalimin e kufive, duke treguar mosbesimin e tyre te Nuhase. Dhe mesazhi i tij, i lartësuari thot, ata nuk e pranuan robin ton dhe i than, i marr. Ai u mundua dhe u kërcënua prej tyre. Kështu, ata pretenduan se idhujtaria e tyre ishte diçka e logjikshme, ndërsa mesazhi i Nuhut ishte ignorancë dhe humbje që mund të buronte veç nga të shmendurit. Sigurisht, ky qenë një tjetërsim i realitetit nga ana e tyre. Shfalja që Zoti sjell nëpërmjet profetëve të tij është e vërteta, që udhëzon me anjë të shëndosha. Ndërsa prirjet e prishurat e njerëzve janë ignorancë dhe humbje e qartë, për të treguar ashpërsinë e refuzimit me të cilën u përbal Nuhas. Kur i ftoi ata që të adhuronin Allahun e lartësuar si një të vetëm, është përdorur fjala uzujir, mundua dhe u kërcënua prej tyre. Allahu i shëmtoft dhe i shkatëroft ata. Nuk u mjaftoi që e mohuan dhe shpifen për të, por edhe e torturuan. Kështu ka ndodhur me të gjithë profetët e Zotit. Armiqtë e tyre gjithmonë u kanë dhënë mundim dhe janë sjellë vrazh me ta. Dhe, ju lut Zotit e vet, unë jam i mundur prej popullit tim, andaj më ndihmo. Prandaj ai u drejtua Zotit e vet, unë jam i mundur, prandaj më ndihmo.
Kuptimi, unë jam i pafuqishëm, o Zoti im, që të fitej kundër tyre. Arsyeja ishte se nga populli Nuhut kishte shumë pak besimtar, aq sa nuk mund t'i bënin ballë shumicës. Në surën Nuh, Allahu i lartësuar na jep të plot lutjen që bëri Nuh asë. Nuh tha, o Zoti im, mos lër mbi tokë asnjë nga jo besimtarët. Nëse ti i lë, ata do t'i largojnë adhuruesit e tu nga rruga e drejtë dhe prej tyre do të lindin veç të shfrenuar dhe jo besimtar. O Zoti im, me fal mua, fali prindërit e mi, ata që hynë në shtëpinë time si besimtar dhe të gjithë besimtarët e besimtarët. Ndërsa jo besimtarëve shtoj veç se dëshpërim. Nuh 26:28. Allahu i lartësuar ju përgjigj lutjes së Nuhut, duke ndihmuar kundër armiqve të tij. Dhe ne ja kemi hapur dyert e qiellit me ujë shitër e mbyshëm. Atëherë, ne, me një shitë e rrullshëm, hapun dyert e qiellit, ndërsa nga toka shpërthyen burime uji, dhe kështu uji u bashkua siç ishte caktuar. Allahu i lartësuar lëshoi sasit e mëdha uji nga qielli dhe nga toka, madje edhe nga një furrë, nga ku vlonte zjarri. Kështu, me urdhrin e Allahut, uji i zbritur nga qielli u bashkua me atë që buronte nga toka, për të plotësuar në këtë mënyrë ajo që Zoti i kishte shkruar si ndëshkim për zullumçar. Dhe i kemi hapur burimet e tokës e u takuan ujërat për një veprim që ka qenë i caktuar. U tefsiru sure El, Kamer, ajet 11. Atë e bartën në barkën prej drasave dhe gozhdave. Ndërsa të hipën me një anije prej drasash dhe gozhdësh që lundronte nën sytë tanë. Allahu i lartësuar e shpëtoi Nuhun asë, duke e bartur në një anije e ndërtuar me drasa dhe gozhdë. Kjo anije, mbi të cilën qëndroni Nuhu asë. Besimtarët dhe disa lloje kafshë që ai mori me vete, lundronte nën veshtrimin dhe kujdesin e Allahut të lartësuar që të mos mbytej. Allahu është mbrojtësi dhe ruajtësi më i mirë. Kjo si shpalvjen për atë që u mua. Kjo që ndodhi, pra, shpëtimi i Nuhut asë. Nga përmbytja e përgjithshme, ishte si shpërblim për durimin e tij të madh kundrejt mohimit që i bëri popullit të tij. Ai bëri një durim të jashtëzakonshëm dhe për një kohë shumë të gjatë në thirrjen e popullit të tij dhe kur nuk u spraps në këtë rrugë. Por ka mundësi që kuptimi i ajetit të jetë edhe kështu, ne e shkatruam popullin e Nuhut me atë ndeshkim të dëmshëm dhe poshtrues si shpagim për mohimin dhe arrogancën e tyre, e cila lundronte nën kujdesin tonë. Ky ishte shpërblim për atë që ishte i përgjigjëstruar. U tefsiru sure El, Kamer, ajet 13. Dhe ne atë kemi lënë si dokument, e a ka kush e këshillohet me te? Ne e lëmë atë si shenjë, por a ka ndonjë që merr mesim? Allahu i lartësuar e ka bërë historinë e Nuhut me popullin e tij si një shembull, që të përfitojnë ata që din të përfitojnë dhe ta kuptojnë mirë se, ata që nuk i bindën profetëve, Allahu i lartësuar ka për të ndeshkuar ashpër, por ka mundësi që për emi atë të nem kuptoj anijen si mjet ju ndrimi. Pra, çdo anije le të shërbej si kujtim për ngjarjen e popullit të Nuhut asë, dhe për faktin se ishte Allahu i lartësuar që ja mësoi Nuhut ndërtimin e saj. Ishte Allahu i lartësuar që e la këtë aftësi ndër njerëz, që ata të përfitojnë prej saj dhe të mësojnë gjithashtu për mëshirën e Allahut të lartësuar për krijesat, për kujdesin e tij të madh për to, për pushtetin e tij të plotë dhe krijimin e tij perfekt. Këto janë shenjat e lëna nga Allahu i lartësuar, por a ka ndonjë që merr mesim prej tyre? Kjo është pyetja që shtrohet. Mesazhet e përcjella mes këtyre shenjave janë shumë të qarta dhe lehtësisht të kuptueshme, por duhet vetëm të meditosh rreth tyre me qëllimin e mirë për të nxjerrë mësime dhe për të gjetur udhëzim. Dhe, çfarë ka qenë dënimi im dhe paralajmërimet e mia? Pe çuditse. A e dini se ishte ndëshkimi dhe paralajmërimi im? Pra, si të duket, o lexuesi i këtij Kurani, ndëshkimi jashtë për i Zotit dhe paralajmërimet e tij, të cilat nuk i lën askujt asnjë mundësi justifikimi. A nuk duhet që ai të merret në konsiderat ashtu si takon? Përgjigjen çdo kush e jep me veprat e tij. Në të vërtetë, ne Kuranin e kemi bërë të lehtë për këshillim, a ka kush që këshillohet me të? Ne e bëm Kuranin të lehtë për të kujtuar, kuptimi, ne e kemi lehtësuar të përfituarit nga Kurani familjar. Ne e kemi bërë të thjesht tekstin e tij për të mësuar dhe për të lexuar bukur. Gjithashtu, e kemi thjeshtësuar të kuptuarit dhe marrjen e diturisë prej tij. Kurani është fjala më e mirë në tekstin dhe temat e tij dhe fjala më e vërtetë në kuptimet që përcjell. Ajo është fjala më e qartë dhe më lehtësisht e shpjegueshme dhe e kuptueshme. Çdo kush i përkushtohet atij, Allahu i lartësuar ja lehtëson arritjen e të gjitha synimeve që ka me atë libër. Nëpërmjet Kuranit, njerëzit kuptojnë dhe kujtojnë halallin dhe haramin, urdhrat dhe ndalesat, shpërblimin dhe ndëshkimin. Ai është një qortues i mirë dhe prej tij nxjerrin mësimet e vyra në lidhje me besimin që duhet të ketë njeriu. Në të gjendën lajmet e vërteta për popujt që shkuan dhe për atë që do të ndodhë në përjetësi. Allahu i lartësuar e ka lehtësuar që të gjitha këto të arrijen prej Kuranit. Dija e Kuranit, duke filluar nga leximi, mësimi përmendesh dhe tefsiri i tij, është dija më e rëndësishme dhe Zoti i lartësuar e ka lehtësuar marrjen e saj.
Kjo është dija e çmuar, të cilën, nëse dikush nis ta kërkoj, Allahu i lartësuar e ndihmon dhe ia lehtëson atij. Për këtë arsye, disa selefe kanë shpjeguar ajetin e fjalë kështu: ne e kemi lehtësuar Kur'anin për t'u kujtuar, prandaj a ka ndonjë që e kërkon ndihmë prej tij, që të ndihmohet për të arritur. Kështu, Allahu i lartësuar i fton adhuruesit e tij që t'i përkushtohen këtij libri dhe të nxjerrin mësime prej tij kur thotë: po a ka ndonjë që merr mesim? Dhe a di ka përgjigjëstruar të vërtetën e çfarë ka qenë dënimi im dhe paralajmërimet e mia. Pe çuditse. Atë të mohuam, por se ishte ndëshkimi dhe paralajmërimi im, atët ishin një popull i njohur në Yemen, tek të cilët Allahu i lartësuar dërgoi si profet Hudin a.s. Ai i ftoi ata që ta njësonin Allahun e lartësuar dhe t'i përkushtoheshin vetëm atij në adhurim. Por ata e refuzuan dhe e mohuan mesazhin e tij. Ne u dërguam atyre në një ditë fatkeqe frymtë të stujishme, të pandërprerë. Ne u lishuam atyre një erë të fortë, në një ditë ndëshkimi të ashpër dhe të vazhdueshëm. Atëherë, Allahu i lartësuar dërgoi mbi ta si ndëshkim një erë të fuqishme në një ditë, e cila do të ishte fillimi i një ndëshkimi të ashpër që do të zgjaste për 7 netë dhe 8 ditë me radhë, e cila i nxirrte njerëzit prej strijimeve të tyre, thuase të ishin në rrjenit të shkullura të hurmeve. Ajo i shtynte njerëzit sikur të ishin trupa hurmash të shkullura. Aq e fortë ishte era, saqë i ngrinte njerëzit lart në qiell dhe me pas i përplaste fort për tokë. Kështu, ata dukeshin si trungje hurmash të shkullura dhe të shpërndara në tokë. Subhanallah, sa të parëndësishëm dhe të pavlefshëm bëhen njerëzit kur kundërshtojnë urdhrat e Allahut. Çfarë ka qenë dënimi im dhe paralajmërimet e mia? Pe çuditse. A e dini si ishte ndëshkimi dhe paralajmërimi im? Ai ishte një ndëshkim i dëmshëm dhe paralajm, imi i Zotit ishte shumë i qartë, saqë asnjëri nuk kishte justifikim. Në të vërtetë, ne Kur'anin e kemi bërë të lehtë për këshillim, a ka kush e këshillohet me të? Ne e bën Kur'anin të lehtë për t'u kujtuar, po a ka ndonjë që merr mesim? Allahu i lartësuar e përsërit këtë porosin e shenjë mëshire dhe për kujdesit për adhuruesit e tij, duke i ftuar në rrugën që rregullon dynjan dhe ahiretin e tyre dhe u mundson lumturinë e to. Dhe themudi përgjinjëstroi paralajmëruesit ton. Themudet mohuan të dërguarit. Themudet kanë qenë një popull i njohur në zonën e Hijrit. Allahu i lartësuar dërgoi tek ata profetin Salih. Ai i ftoi që të adhuronin Allahun si një, të vetëm dhe të pashoq dhe i paralajmëroi ata për një ndëshkim të dëmshëm, nëse do kundërshtonin fjalën e tij. Por ata e refuzuan profetin e Zotit, madje u treguan arrogantë me të, duke thënë: ata thanë, vallë, ata pasojnë një njeri nga mesi ynë? Për çuditse atëherë, ne, me të vërtetë, do të ishim në rrugë të humbur dhe të çmendur. Ata thanë, a të shkojmë pas një njeriu të vetëm që doli nga mesi ynë? Për çuditse ne, atëherë, do të ishim vërtet të humbur dhe të marrë. Si të bëhemi pasues të një njeriu të vetëm e të thjeshtë, i cili nuk është mbret apo nga ndonjë popull i fuqishëm. Nëse do të bëheshim pasues të një njeriu të tillë, ne do të ishim të humbur dhe fatkeq. Këto fjalë ishin, në fakt, treguese të humbjes dhe fatkeqësisë së tyre. Ata refuzuan të ishin pasues të një profeti të dërguar dhe mbështetur nga Zoti dhe pranuan të bëheshin adhurues të pemëve, urve e figurave. Vallë, në mesin e sa prej nesh, ti dërgohet shpalja ati. Për çuditse jo, ai është gënjeshtar mendje madh. Vallë, vetëm atij ju dha shpalja ndër ne. Përse Allahu zgjodhi atë nga mesi ynë për t'i dhënë shpaljen. Çfarë bën atë të veçantë nga ne? Ky që një justifikim i kot i tyre. Jo besimtarët në çdo kohë kanë nxjerrë një justifikim të tillë për refuzimin e profetëve dhe shpaljeve të Zotit. Allahu i madhëruari është përgjigjur këtij justifikimi bosh me fjalët që profetët u kanë thënë popullet e tyre, të dërguarit e tyre u thanë, të dërguarit u thanë, ne jemi veç se njerëz, sikurse edhe ju, por Allahu i adhuron mirësinë kujt të dojë nga robëritë e vet. Nuk na takon ne që sjellin ndonjë argument përveç se me dëshirën e Allahut. Vetëm Allahu të le të mbështetën besimtarët. Ibrahimi 11. Është Allahu i madhëruar që i zgjedh dhe i veçon profetën nga të tjerët, duke i dalluar me cilësi e virtyte të larta. Është ai që i përzgjedh, që të jenë të aftë të përballojnë peshën e shpaljes së Zotit të tyre. Gjithashtu, është mëshirë dhe urtësi e madhe nga Allahu i madhëruar që i zgjodhi ata të jenë prej njerëzve. Nëse do t'i bënte prej melekëve, njerëzit nuk do të mund t'i merrin mësimet e Zotit për shkak të vështirësisë së komunikimit mes këtyre dy llojeve të krijesave. Gjithashtu, nëse Zoti do të jepte një shenjë kaq të dukshme, si shfaqja e melekëve, duke plotësuar kështu kërkesat e caktuara nga populli si kushte për të besuar, dhe nëse pasaj njerëzit ende nuk do të besonin, atëherë ndëshkimi do të ishte i menjëhershëm dhe i pashmangshëm. Përfundimisht, është mëshira dhe urtësia e Allahut që profetët kanë qenë njerëz. Kështu, këto fjalë të themëllëve ishin thjesht justifikim për të mohuar profetin Salih. Me pas, ata bën një deklaratë të shëmtuar për profetin e tyre, duke thënë:
Nesër së shpejti do ta dinë ata se kush është gënjeshtari mendje madh. Jo, por ai është një gënjeshtar mendje madh. Do ta kuptojnë nesër se kush është gënjeshtari mendje madh. Kuptimi, ai është mashtruesi i madh dhe gjithrikësi. Allahu i shëmtoft dhe i poshtëroft. Sa mendjelete të patupshëm, sa të padrejtë mos mirënjohës të pashëmbull që ishin. Si është e mundur që ti trajtosh në këtë mënyrë njerëzit me të sinqert dhe dashamirës, njerëzit me të qitur dhe me të mëshirshëm me popullin e tyre. Piçëdit se si mund të mohosh këshilluesit të urtë dhe durimtar, që këshillojnë për çdo të mirë dhe largojnë nga çdo e keqe. Prandaj, kur padrejtësia e tyre kaloi kufit, Allahu i madhëruar i ndëshkoi. Ne do ta dërgojmë devën për t'i sprovuar, andaj prititi ata dhe bëhu i durueshëm. Ne do t'u dërgojmë devën si sprovë. Si mrekulli, Zoti u bëri atyre një deve që të shërbente si provë mjaftueshme për vërtetësinë e profetit Salih. I gjithë populli mund të pinte nga qumështi i saj dhe u mjaftonte. Por kjo mrekulli ishte gjithashtu edhe një sprovë për ta, siç thotë i madhruari, por ti vetëm veshtroi me durim. Kuptimi, kjo do të jetë sprovë për ta, prandaj ti bëj durim kur i fton në rrugën e drejtë. Je i qëndrueshëm dhe i durueshëm në rrugën e thirrjes dhe veshto se çfarë do të ndodhë, a do të besojnë apo do të vazhdojnë të jenë mosperfillës ndaj porosive të Zotit. Dhe lajmëroj ata se ujë do të ndahet në mes tyre e devës, në çdo racion shujt do të jetë prezent ai që e ka rendin. Lajmëroj ata se uji është i ndarë për ta veç e veç, e secili do të paraqitet për të pirë sipas rregullit. Njoftoj ata se për ujin e bërimit, të cilën e pinë e freskohen, duhet të ketë një ndarje me ditë, një ditë për njerëzit dhe një ditë për deven. Ditën që pi njerëzit nuk duhet të afrohet deveja dhe ditën që pi deveja nuk duhet të afrohen njerëzit. Por si ishte reagimi i tyre? Ata e thirrën shokun e tyre, e ai mori guximin dhe e preu atë devën. Po ata thirrën shokun e tyre, i cili e mori dhe e theri atë. Deven. Ky ishte me zemërligu i popullit. Ai i u bind kërkesës së kriminalëve për therrjen e deves. Çfarë ka qenë dënimi im dhe paralajmërimet e mia? Çuditse. A e dini si ishte ndëshkimi dhe paralajmërimi im? Ne lëshuam kundër tyre një ushtim të vetme dhe ata u bën si shtroi vathi. Ai ishte ndëshkimi më i rëndë. Allahu i plotfuqishëm lëshoi mbi ta një ushtim të madhe që i shkatërroi nga i pari deri tek i fundit, përveç profetit e tij Salih dhe të gjithë besimtarëve që e shoqëroi. Ne e dërguam të ta një urëri me ata u bën si sa na e copëtuar në pleme. U tefsiru sure El, Kamer, ajet 30. Në të vërtetë, ne Kur'anin e kemi bërë të lehtë të kuptueshëm për këshillim, a ka kush që këshillohet me të? Ne e bëm Kur'anin të lehtë për të kujtuar, po a ka ndonjë që merr mesim? Edhe populli i Lutit i ka përgënjeshtruar paralajmërimet. Populli i Lutit i mori porositë e profetit të vet. Ne dërguam mbi ta një furtunë me gur, përveç familjes së Lutit, të cilën e shpëtuam para se të agante. Kjo ishte mirësi nga ana jonë. Kështu i shpërblejmë ne ata që falënderojnë. Ai gutëroi që i vërejtja natyre për dënimin ton të rënd, por ata dyshuan në këto paralajmërime. Ata dëshën të afroheshin mysafirëve të tij, por ne u averbuam syt. Vuani, atëherë, dëshkimin dhe paralajmërimin tim. Ata i kapi dënimi i përhershëm në befasi herët në mëngjes. Vuani, atëherë, dëshkimin dhe paralajmërimin tim. Ne e bëm Kur'anin të lehtë për të kujtuar, po a ka ndonjë që merr mesim? Ata nuk i u bindën Lutit as kur ai ftoi që të adhuronin Allahun si një, të vetëm dhe të pashoq. Ai ndaloi nga idhujtaria dhe ajo vepra e shëmtuar që askush para tyre, në gjithë botën, nuk e kishte bërë, por ata vazhduan me patupsi në rrugën e tyre. Madje, ata tentuan të poshtërojnë aktet e tyre të turpshme dhe melekët e Zotit, që shkuan te profeti Lut as. Të mallkuarit u grumbulluan me nxitën te shtëpia e profetit Lut me synimin që të vepronin me dy miqtë e tij poshtërsitë e tyre të pashëmbullta në botë. Allahu i lartësuar na sqaron se ata këmbën ngulën që Luti atëse. Tu dorëzonte dy miqt që kishin ardhur si dy burra me mision nga Zoti. Por Allahu i madhruar urdhëroi Xhibrilin asë, i cili u pengoi veshtrimin me krahët e tij. Pas kësaj, profeti Lut asë, i paralajmëroi për ndëshkimin e ashpërt të Allahut, por ata dyshuan në vërtetësinë e këtij paralajmërimi. Atëherë, Allahu i madhruar dërgoi mbi ta një furtunë me gur. Allahu i madhruar ua përmbisi vendbanimet, duke ua kthyer pjesën e poshtme sipër tyre dhe me pas i goditin nga sipër me gur prej lave të ngurtësuar e të nxehtë, të taktuar që të godisnin çdo mohues e zullumçar. Ndërsa Lutin dhe familjen e tij, Allahu i madhruar i shpëtoi nga ky ndëshkim, si shpërblim për mirënjohjen e tyre dhe për adhurimin e përkushtuar vetëm ndaj tij, duke adhuruar si një, të vetëm e të pashoq. Ne, me të vërtetë, e kemi dërguar një fortunë mbi ta, pos në familjen e Lutit, këtë shpëtuan Agim. U tefsiru sure El, Kamer, ajet 33. Nga dhuntia jonë. Ja, kështu ne i shpërblejmë ata që falenderojnë.
U tefsiru sure El Kamer, ajet 33. Me të vërtet, a i luti paralajmëroj ata me fuqinë e dënimit ton, e ata polemizuan duke i mohuar paralajmërimet. U tefsiru sure El Kamer, ajet 33. Ata prej ti i kërkuan mysafirët e ti, e ne u afshim sytë atyre i verbuam, shijoni dënimin tim dhe paralajmërimin tim. U tefsiru sure El Kamer, ajet 33. Të nesërme në mëngjes, ata i goditi dënimi i përhershëm. U tefsiru sure El Kamer, ajet 33. Shijoni dënimin tim dhe paralajmërimin tim. U tefsiru sure El Kamer, ajet 33. Me të vërtetë, ne Kur'anin e kemi bërë të lehtë për ta mësuar përmendesh këshillim, a ka kush që këshillohet me të? U tefsiru sure El Kamer, ajet 33. Edhe njerëzve të faraonit u patën ardhur paralajmërimet. Edhe palës e faraonit i patën ardhur paralajmërime. Ata i mohuan të gjitha argumentet tona, prandaj ne i dënuam ashtu siç dënon gallëtimtari i plotfuqishmi. Për faraonin dhe familjen e tij erdhën shumë paralajmërime dhe shenja. Allahu i madhruar dërgoi tek ata Musajin Ase, të cilët i fori drejt për drejt dhe i dha mrekullit të shumta që të shërbenin si prova për faraonin dhe rrethin e tij. Ai u çoi fakte të pamohueshme që i dëshmuan veç ata. Megjithatë, ata përsëri mohuan, prandaj Allahu i ndëshkoi, ashtu siç dëshkon gallëtimtari i plotfuqishëm, ai mbyti në det faraonin me gjithë ushtrinë e tij. Qëllimi i kujtimit të gjithë këtyre historive të profetëve me popujt e tyre mohues është paralajmërimi për njerëzit që mohojnë Muhamedin Ase dhe nuk pasojnë rrugën e tij. Prandaj i lartësuari thot me pas, por ata i mohuan të gjitha argumentet tona, andaj ne i dënuam ata, ashtu siç dënon i plotfuqishmi dhe i plot pushteshmi. U tefsiru sure El Kamer, ajet 41. A mos vallëmohuesit tuaj me kaset janë më të mirë se ata që u përmenden, apo ju keni ndonjë dekret në librat e shpallur? Vallë, jo besimtarët tuaj janë më të vlefshëm se ata që u përmenden. A mos janë më të mirë këta që mohojnë udhëzimin e më të mirit të profetëve të Zotit, Muhamedit Ase, se sa ata popujt të shkuar që mohuan profetët e tyre. Piçudit se Zoti na i tregoi në Kur'an shkatërimin e të gjithë atyre që refuzuan profetët dhe shpalljet e tij. Nëse janë më të mirë se mohuesit e mëparshëm dhe nëse janë të sigurt nga ndëshkimi, atëherë le të rinë të qetë, me mendimin se nuk do t'i prekë njëjta gjë. Por, sigurisht, çështja nuk qëndron kështu. Një gjë është e sigurt, edhe nëse mund të mos jenë në gjendje më të keqe se ata, në gjendje më të mirë kurse se nuk janë apo keni ndonjë premtim shpëtimi në librat e qiellit. A mos ka ndonjë premtim nga Allahu të shpallur në librat e profetëve që i garanton se janë të shpëtuar nga ndëshkimi i tij? Kjo, sigurisht, nuk është e vërtetë, madje është e pamundur, qoftë në aspektin logjike, qoftë duke u bazuar në tekstet e shpalljeve të Zotit. E si mundet që keqbërësve të shfrenuar t'u jepet siguri nga shpalljet e Zotit, të mbushura me drejtësi dhe urtësi? Kjo nuk ka asnjë lidhje me urtësinë e Zotit. Aq më pak, kur bëhet fjalë për refuzimin e më të mirit, me të zgjedhurit e me të daluarit të profetëve. Atëherë, nëse nuk keni ndonjë premtim nga Zoti, a mos ndjeni sigurinë e forcat tuaja. Allahu i madhruar thotë: apo ata thonë, ne jemi grup i pathyeshëm. Mos vallë po thonë, ne jemi një grup të bashkuar dhe ngallënjës. Le ta dinë se edhe kjo mundësi nuk ekziston. Allahu i madhruar u bën të qartë fundin e tyre kur thotë, se shpejti do të thyet grupi. Ai grup shpejt do të pësojë disfat dhe ata do të ikin me të shpejt. Të tmeruar, dhe ndodhi vërtet ashtu sikurse njoftoi gjithë dituria i gjithë pushteshmi. Allahu i madhruar e poshtëroi grupin e tyre më të madh në Bedër. Atë ditë u vranë shumë krerë të kufrit dhe armiq të profetit A.S. Kështu, Zoti ndihmoi profetin e tij, fenë e tij dhe adhuruesit e tij besimtar. Por nuk do të ishte ky fundi i dënimit për të mirët. Ata i pret një ditë e madhe, dita kur do të tubohen të parët dhe të fundit, si ata që vuajtën dënim në jetën e dynjas, ashtu edhe ata që jetuan përkohësisht deri në afatin që Zoti i kishte caktuar. Dhe me të vërtetë, mëkatarët do të jenë të humbur dhe në zjarrin e jetën tjetër është më i tmerrshëm dhe më i idhët se dënimi në këtë botë. Por kiameti është premtimi i pathyeshëm për ta. Kiameti është edhe më i vështirë, edhe më i hidhur. Kiameti është koha e premtuar për ringjalljen dhe llogarinë e tyre. Atë ditë do të marrin të plot shpërblimin sipas veprave. Atë ditë, çdo kujt do t'i jepet ajo që meriton dhe e drejta do të shkojnë në vend. Ndëshkimi i kiametit është më i madh, më i rëndë, më i vështirë dhe më i tmerrshëm se çdo përfiturim. Me të vërtetë, mëkatarët do të jenë të humbur dhe në zjarrin e jetën tjetër. S'ka dyshim se idhujtarët keqbërës janë në humbje dhe në zjarr të madh. Keqbërës janë ata që e teprojnë me vepra të keqia e krime. Ata merren me idhujtari, poshtërsi dhe gjinohet e rënda. Këta të mirë kanë humbur nga e vërteta në këtë dynja. Ata janë të humbur qoftë në diturinë e tyre, qoftë në veprat që bëjmë.
Ata nuk kanë dijen e sigurt si të jetojnë dhe të adhurojnë Zotin dhe nuk bëjnë veprat që Zoti i pëlqen dhe i urron që t'i kryejnë, të cilat ai ka bërë shpëtuese nga ndëshkimi i dëmshëm në dynja dhe në ditën e gjykimit. Për këtë arsye, ata i pret ndëshkimin në këtë jetë, në ditën e gjykimit dhe në ditën kur zjarri i ndezur fortua përvoloj lëkurën dhe trupin e do t'u depërtoj deri në zemër. I Madhëruari thotë: ditën që do të tërhiqen në forcë fytyrat e tyre në zjarre ju thuhet, shijoni zjarrin e xhenemit. Atë ditë, kur të tërhiqen zvarr me fytyrat e tyre në zjarr, ata do të tërhiqen zvarr me fytyrat e tyre në xhenem, duke u pëshëruar. Dhimbja që do të përjetojnë në fytyrat e tyre do të jetë më e madhe se dhimbja në pjesët e tjera. Kështu do të pëshërohen dhe në çmohen ata në xhenem. Atyre do të thuhet, vuajeni dënimin e Sekar. Zjarrin përvelues. Provojeni dhimbjen e zjarrit, flakëve të tij, vlimit dhe afshit e tij të nxehtë. Sekar është një emër i xhenemit. Ne, me të vërtetë, të gjitha i kemi krijuar sipas dispozitës. Ne e kemi krijuar çdo gjë me masë të caktuar. Çdo gjë nënkupton gjithçka prej botës qiellore e toksore. Allahu është krijuesi i tyre dhe është i vetëm në pushtetin e tij. Ai krijoi gjithçka pasi e përcaktoi me detyrinë e tij dhe pasi e shkroi lapsi i tij. Çdo gjë ai e përcaktoi në masë, kohë e çdo cilësi tjetër. Dhe e gjitha kjo është e thjeshtë për Allahun, prandaj i lartësuari i thotë: urëriu është vetëm një fjalë në kryerjen e punëve, i shpejt sa qelë e mbyll sytë. Puna jonë është e shpejt sa hap e mbyll sytë. Nëse Allahu dëshiron diçka, i thot bëu, dhe ajo ekziston ashtu sikur sa ai dëshiron, brenda një kohe të shkurtër sa lëvizja e shikimit, pa e penguar dot askush dhe pa hasur asnjë vështirësi si ai lodhje. Ne, madje i kemi shkatruar të ngjashmit me ju, e a ka kush e këshillohet me te? Pikë ne i shkatruam ata që ishin si ju, por a ka ndonjë që merr mesim? Kuptimi, Allahu i Madhëruar i shkatërroi edhe popujt para jush, të cilët bënte njëjta punë si ju dhe muar ashtu si muat edhe ju. A nuk nxjeni mesim se ligji i Allahut si për të parët, edhe për të fundit është i njëjtë? Me urtësinë e tij, ashtu sikur se gjykoi që ata të ndeshkoheshin, po ashtu do të gjykojë edhe për ju, pasi nuk ka asnjë ndryshim mes jush. Çka do që punojnë, ato janë në librat e veprave të njerëzve. Çdo gjë që bën ata gjendet e shënuar. Çdo vepër, qoftë e vogël apo e madhe, është e shënuar në rreshta. Çdo gjë që ata kanë vepruar është e shkruar në rreshta, në librin e përcaktimit të Zotit. Çështja e caktimit të Zotit përmbledhet në këtë mënyrë: Allahu është i gjithditur. Ai di gjithçka që ndodh dhe që do të ndodh. Çdo gjë që Allahu e kishte në detyrinë e tij të plot e shkroi në Leuhul Mahfuz. Çdo gjë që ai e dëshiroi të ishte, është, dhe atë që ai nuk e dëshiroi të ishte, nuk është. Çfarë i ndodh njeriu, kur nuk mund të mos i ndodhte, dhe ajo që nuk i ndodh, kur nuk do të mund të ndodhte. Të gjitha, të mëdha dhe të vogla, janë shënuar në rreshta. Tefsiru sure El-Kamer, ajet 52. Ata që i druajnë Perëndis me të vërtet, do të jenë në kopshtet e xhenetit dhe pranë lumenjve. Është e vërtetë se të devotshmit do të jenë në kopshte në lumenj. Të devotshëm janë ata që i druan dëshkimit dhe zemërimit të Allahut, duke kryer udhëresa dhe duke ju larguar harameve, që ruhen nga idhujtaria, nga gjunahet të mëdha dhe të vogla. Këta do të jenë në kopshte dhe lumenj të xhenetit. Atje do të gjejnë atë që syri se ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar dhe zemra nuk e ka përfituar ndonjëherë. Atje ka pemë të mrekullueshme, lumenj që rrjedhin, kështjella të larta, shtëpi të këndshme, ushqim dhe pije të shijshme, hyrje të hijshme dhe të bukura. Mes pyjeve ka kopshte të lulëzuara e stolisura. Mbi të gjitha, atje do të gjejnë kënaqësinë e mbretëruesit, sunduesit e vetëm e shpërblyesit e pamat, ashtu si dhe kënaqësinë e qëndrimit prandi, sikur se thotë i lartësuari, në vendin e kënaqësisë të sunduesi i plotfuqishëm. Në një vend të kënaqshëm, të një sunduesi plotfuqishëm. Pas kësaj, mos pyet se çfarë do t'u dhurojë Zoti i tyre nga bujaria dhe mirësia e tij. Ata do të përjetojnë lumturi të papërshkrueshme nga dhuratat e Zotit të tyre. E lutim Allahun të na bëj prej tyre dhe të mos na privojë nga mirësitë që gjenden tek ai për shkak të ligësive që ne bëjmë. Këtu përfundon tefsiri i surës Kamer. Vetëm Allahut i takon lavdia dhe mirënjohja e plot.